Subhanallah, një rast që personalisht e di që një nane jona, një besimtare, këtu e Shkupit, 50 vjet e tepër, ndoshta edhe 60. Fëmijët e vet i ka rit me parë që ka qep me maqina se që i kanë sjell sadaka. Buri vet ka qenë udhvet këqia, ka sjell pare me çanta në shtëpi, kur asnjëherë një dinar se ka marrë për atyve pareve me ju dhënë vlatëve vet. I ka thonë shifon ti të kam burr, ti të kum pas kismet. Më i keq që mbot kofsh, unë ti të respektoj ndërrej. Veç një punë s'ka me ta lejo. Ha, ka thonë pikëtive pareve me ushqie vlat. Këtë s'ki drejt. Edhe janë marrë vesh deri në vdekje, do thotë ajo kur asnjëherë s'ka hongë pi burit vet asnjë dinar. Që thoje veç halal. Veç halal. Edhe fëmijët e vet veç halal i ka ushqi. Mashallah. Çfarë shembull. Subhanallah. E një personalisht atë rast atë no, vetë më ka tregu këtë ndodhi, e që më ka emocionu pa mast, çfar nane, çfar besimtare, ka pranu me jetu fukara, me miliona në çanta. Që me shku në për pushime, se në ka mujtë. Ka pranu që vlatëve vetë me ju dhonë nga ushqimi haram, nga fitimi haram. Ka thonë ti këto pare ku du shqoj, në shpe s'ki drejt një bank me lonë. Edhe burit vetë si ka liu pi pareve të vetat të bleje edhe për veti, ka thonë, këtu në halal dhe tapë. Ja shka du shban. Ajo ja ka përgatit ushqimin, kur ka në shpia, ka thonë, preja asaj që ka pasaj në shpijën e vetë. A ka thonë, me këto kufera me pare, ha jashtë, këtu as s'ki drejt as me hongër këtu me ato pa. Kur as roba, as ushqim, as gjojq. Kjo ka mujt me, domethënë si zoj, si princezë me ecë, me këtë botën ka mujt me ecë. Ka pas pare me çonta, me miliona, pastaj dikur ma vonë edhe ai burim ka pas tregu, po më ka thonë se e vërtetë ose më ka thonë që kur asnjëherë s'ka pranu me hongë për parave të mia. As për vetë, as për fëmijët e vet. Ka mujta me ecë pushime, me ecë aty këto, me vesh tesha, brand, parfume të shtrenjta. Kreti ka pas, shto, shpia, banesa, vetura. Ja, s'ka pranu. Ajo ka pranu, të thot, e ka vendos që me jetu në koliben këtë dunjo, me jetu në palatën xhenet. Allah e boft banore xhenetit atë besimtare. Amin. Dhe kështu do të jenë besimtarët, edhe besimtarët. Burit si ka dal pi tatit, ja ka rujt namuzin deri në pragin, e vletja ka nxjerr selamet. Parën haram se ka pranu të shpia. Se ka unë që ka thonë nga, a dhe mirë mi veshta, si deve. Krejt e toleroj. Ti ke marrë të këqia, Allah e të zaftë. A më ushqim me ushqime vlat me haram, s'ta lejoj. Se ka ditë se edhe vlatit i dalin haram. Gjë që Allah e ndërejat non me vlat, si mat hajret. Pa. Në më thonë e vlat i ka... Ketë hajret, ketë. Vetë ka të regu ajo. Non, Allah e xhenet ja baftë. Ju ka paguajt ai kujdes. Pa dyshim.